Përshëndetje, unë jam Ertugeni. Këtu në fshatin Çiflik të Beratit kam kultivuar 1 hektar ara çandle. Kisha nevojë për konsulencë në lidhje me shërbimet që duhet ju bëj. Duke kërkuar në internet, gjeta qendrën ABA, i kontaktova dhe sot pranë premtores time ka ardhur specialisti i qendrës ABA, zoti Yusuf Kazi. Ashtu që kemi theksuar edhe herë tjetër, ne mendojmë që jemi gjithmonë pranë fermerit me këshillat tona për zgjidhjen e problematikave të 7-8 ara fillon prodhimin e saj intensiv. E para gjithë arës duhet i përshtatet klima dhe toka. Sot po përhapën kultivar në prodhim, po përhapën kultivar me prodhimin ansor, 5% ose edhe më shumë, ose 1 në 10 zakonisht, për të qenë brenda dhe për të pas sasi fjalë të mjaftueshëm, duhet jetë kultivari pjalmus. Edhe zakonisht po e veshëm mirë vitet e para, pastaj krasitet ka arra nuk janë shumë shpeshta, 1, 2, 3. Një pema mbrohet nga i njëjti preparat që qenë preparatet me bazë bakri. Dhe koha ndryrës është e njëjtë. Ai që desha të theksoj tek ABA online, kjo pra platformë digjitale në shërbim të fermerit me këshilla, është edhe një rubrik pyet ekspertin, ku fermerë të ndryshëm për problemet që i dalin brenda 24 orëve, do t'i japin përgjigjen adekuate të përshtatshme fermerët për zgjidhjen e problemeve të tyre. Gjithë do të ishte ky drejt të më qenë. Ajo shpërkatje që është bërë në kohë gjatë fryrës së sytit ose gjatë dimrit, ka dhënë rezultate shumë pozitive.